Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës Demit. Uroj të jeni mirë, do bëjmë leximin e radhës. Uroj që të dëgjoni, ka marrë disa ankesa nga disa, jo shumë, po ka marrë dhe e kam ofruar mikrofonin ja këtu, mute goja e kam, që të dëgjohem, nga që gjithë qëllimi është të dëgjohen të dashur Demër. Jeni në një periudhë Demër, për kë është ku ndjenjat janë të pranishme, por zemra jote është ende në mbrojtje. Ta them më shqip, kur digjesh nga qumshti dhe kosi ti fryen, qoftë dashuria apo çfarë do. Mund të jetë një dashuri e re që po, një ndjenjë e re që është duke lëvizur drejt të jush, mund të jetë përmes një personi që ofron dashuri, vëmendje apo lidhje të re, por kjo ndjenjë nuk është duke ardhur me nxitim. Vjen me kujdes, me butësi, me një ritëm të ngadalt por të sigurt. Nuk kërkon t'ju pushtoj, të ta keni të parasysh të dashur Demër, por të afrohet ngadalë dhe të t'ju fitoj me mirësi. Nuk jeni të sigurt nëse do apo e pranon. Ndoshta nga që zemra juaj ka qenë e lënduar, ndoshta ka pritur shumë dhe nuk ka marrë atë që meritoni deri tani. Kjo ka bërë që të ndjeni një lloj mbyllje të brendshme, një mungesë entuziazmi. Edhe kur dikush përpiqet të afrohet, ju ndjeni veten të ftohtë, të lodhur ose të përfshirë ose jo të përfshirë emocionalisht. Kjo mund të jetë nga lodhja mendore, emocionale, gjëra që kemi përjetuar dhe kështu me radhë. Nuk do të thotë të dashur Demër vetëm për dashuri, çfarëdo situate të jeni, nuk jeni gati për këtë hap tani, apo personi tjetër nuk është gati, apo situata nuk është pjekur, ta them, nuk janë pjekur kushtet. Keni nevojë për qetësi, për qartësi, për distancë të ndershme nga presionet, nga kërkesat që të kanë raskapitur deri tani, gjërat që keni përjetuar. Ndoshta përballë njerëzve dukesh shumë të fortë, por brenda vetes kërkojmë një fole në vend të qetë ku askush nuk kërkon përgjigje, vendime apo përkushtim të menjëhershëm. Kjo është ajo një lloj tërheqje. Mos harroni kjo që është këto emocione, kjo gjë që po ndodh nuk është e re, është e provuar më përpara dhe kjo ju bën të kujtoni dhe dhimbjet, po dhe ato të bukurat, apo të bën dhe të ndjeni mirë por dhe jo të sigurt, ta them kështu. Mund të jetë një lidhje nga e kaluara, se thjesht një rikujtim i dashurisë që keni patur, goxha të pasur për mendimin e juaj dhe të sinqertë. Kjo ndjenjë nuk kërkon që ti të jesh dikush tjetër. Ajo të pranon ashtu siç je, do të thotë të jeni realistë, të jeni të sinqertë me veten e juaj. Jeni një pikë ku ndjenjat e bukura po trokasin në zemrën e juaj dhe keni nevojë për kohë dhe hapësirë për të bindur që kjo është reale, kjo mund ta kem, mund t'i besoj këtij personi, mund t'i besoj kësaj situate, të them po për këtë vendim apo të vendos për këtë gjë, për çfarëdo që të është. Prano atë që ndjen të dashur Demër. Prano që mund të duash dhe njëkohësisht të kesh frikë. Kjo është ajo dashuria, absolutisht. Prano që po lodhesh, por kjo nuk do të thotë që je e dobët, apo që të lodhin gjërat, nga që siç thash, kur digjemi dhe kosi ti fryejmë, ajo është dhe kjo është kjo të bën që nuk të kuptoni që nuk është fundi i historisë juaj, është një fillim i butë që po vjen pa bujë, me një ndjenjë të thellë dhe të vërtetë. Kushdo dhe çfarëdo që keni para, mos keni frikë. Është vërtet apo e sinqertë, është një situatë që do vete në favorin e juaj, nëse është situatë nëse s'ka bëj me person fizik, dhe më e bukur është që këtë herë ti ke të drejtën ta pranosh tamam atëherë kur të jeni gati, jo më herët, jo më vonë, atëherë kur ndjeni ju të jeni gati. Por bëni me ritmin e juaj. Nuk keni pse të keni frikë, të jeni vetvetja, të dashur Demër.